Rikthehemi në ditar, është koha për të folur për fushatën e socialistëve, fushata në Tiranë, atje ku edhe gara është më e hetshme, a ka garë mes vetë socialistëve përveç se me rivalet historik, demokratët apo edhe partitë e reja në garë. Do të pyesim dhe do ndajmë sot një bisedë me një nga vajzat më të vogle, një nga zonjushat me moshë më të vogël në këtë fushat, por që duket se ambicet i ka të mëdha, ndoshta edhe më shumë se ato që ne i referohemi si senatorët apo xhaketat e vjetra në Partinë Socialiste, me Kesi Elezin, kandidate e PS-s në listën e hapur të Tiranës. Ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen Kesi, kënaqësi që me ne. Faleminderit. Si po të duket fushata së pari? Të prezantova si një nga zonjushat më të reja në moshë në Partinë Socialiste. E para, si u bëre pjesë? Si u gjet emri jot pjesë e listës së socialistëve? Atëherë, unë kam qenë gjithmonë e angazhuar në për forumet rinore, sidomos në Bashkinë Kamës. Atje kam patur gjithë angazhimin tim dhe çdo gjë ime vërtet rreth saj dhe një grintë shumë e madhe brenda meje që të shërbeja popullit tim. Pse jo mos ishte edhe popullim në qendër të vëmendjes. Ti je ende në shkollë, kam përshtypjen? Po. Në shkollë të lartë. Në shkollë të lartë, po. Studioj për administrim biznesi në Fakultetin e Ekonomisë. Aktualisht fushata merr të gjithë kohën tënde. Kam përshtypjen që është shkëputur apo gjen kohë për t'i alternuar? Gjej kohë për t'i alternuar. Merrem dhe me shkollën, merrem gjithashtu dhe me fushatën. Fushata ka qenë shumë energjike, kam trokitur der më der këto javët e fundit. Ka qenë një mikpritje shumë e madhe nga i gjithë komuniteti im, sepse unë jam aty çdo ditë mes tyre. Ku po bën fushatë, në cilën zonë të Tiranës? Atëherë, unë përfaqësoj njësinë e Paskuqanit. Dhe në të gjithë Paskuqanin, duke kapur zonat Babru dhe ndarjet e tyre siç janë, unë aty po përqendrohem më shumë. Dakor, si të duket, do të thënë ti edhe jeton vetë në këtë zonë. Kur bën premtime, kur shkon i sheh me syrin e premtimit të një force që është në qeveri dhe kërkon mandatin e 4, të duket se kur problemet marrin trajt apo formë tjetër? Shiko, me thënë të drejtën, unë kam thënë vetëm një fjali atyre, që nuk jam këtu për të bërë premtimet më dhaja boshe, sepse mendoj që njerëzit kanë nevojë thjesht për një fjalë të mirë, ti dëgjosh për atë hallin që kanë, dhe sidomos ti ndihmosh, por kur të kesh pak më shumë fuqi ndoshta, kur të kesh diçka në dorë. Padyshim që kam parë shumë problematika që ka komuniteti im, dhe sigurisht duke i mbajtur shënim dhe duke i dëgjuar me shumë kujdes, po mundohemi që të zgjidhim gjitha pak nga pak. Dakor, me kë ke bërë fushat, në sensin kë ke patur në krah kur ti del në takime, sepse kur një 20 vjeçare të thret për një takim elektoral apo kur të troket në derë, sigurisht që duhet të ketë pas, nuk e di, ose një ekip, ose ato patronazhistët e famshëm, të cilët janë një strukturë e mirë organizuar dhe për cilën edhe vetë kryesocialisti është shprehur krenar, apo ndoshta edhe deputet apo drejtues të Partisë Socialiste në nivel qarku. Patjetër që pak nga të gjitha, prezent në takimet e mia ka qenë dhe deputetja e zonës Lindja Nikolla, kanë qenë dhe strukturat e organizatës socialiste, kanë qenë edhe ekipi im, ekipi të rinjve që dim të përfaqësojnë më së miri. Kë ke zgjedhur në ekip? Shumë prej miqve të mi më të afërt që din të përfaqësojnë denjësisht frymën e re të rinisë dhe shumë nga pjesë e strukturave që din ta bëjnë më së miri punën e tyre dhe që janë më pranë komunitetit. Kë ka habitur më shumë emri yt në listat e hapura të Tiranës, sepse janë 186 emrat Partisë Socialiste për 11 maj dhe mes tyre spikat edhe Kesi. Shumë mendojnë që është 20 vjeç. Çfarë ka në dorë për të bërë? Megjithatë ne kemi patur një tjetër rast në 2021-shin, Andja Ulliri, një tjetër deputete apo edhe më herët deputet nga Partia e Lirisë që kanë qenë praktikisht ende në shkollë kur janë zgjedhur deputet. Ju vjen çudi kur i prezantohesh? Normalisht ti nuk e tregon moshën në takime, kam përshtypjen, por mosha ka qenë pika kyçe kur janë fokusuar gjithmonë them dhe vetëm aty dhe më thonë që ti 20 vjeç dhe i ke marrë këtë angazhim, je angazhuar kësaj gjëje. Të ka penalizuar mendon? Për mendimin tim nuk është penalizim fare. Unë kam ide të freskëta dhe frymë të re që ditë e jap shumë mirë dhe Partia Socialiste ka treguar që është një parti re. Nuk shkon drejt së vjetrës dhe drejt historisë dhe lashtësisë, por është një parti me frymë të re.